Shumë të rinj që kanë arsim të ulët ose të mesëm për të marrë një zanat kanë nisur të ndjekin në mas kurse të formimit profesional. Ata madje vinë edhe nga rrethet dhe teksa i pyet se ku e shohin ushtrimin e zanatit, pasi të përfundojnë kurset, ata ndahen në dy kategori. Një pjesë thonë se duan të ikin jashtë vendit. Panele diellore. Pse pikërisht? Po duket se një mundësi e mirë punësimi. Për këtë profesion shefi ka më dalë jashtë, jashtë shtetit ka më shumë oferta për këtë punë. Pa punë. Ku është sheftarët në Shqipëri apo jashtë shtetit? Tashi, Në të ku e ke synimin që po merr të zanat dhe për më mirë është jashtë. këtë dëshirë të tyre plotëson dhe një për profesorëve, i cili thotë se të paktën 70% e kursantëve kanë gjetur punë dhe një pjesë e tyre që kanë përfunduar kanë ikur jashtë vendit. Me Llamarinës bëj atisje, që mbuloj unë, 70% janë të gatshëm për në treg. Profesorët janë punësuar në Shqipëri, ke nga ata që kanë ikur jashtë vendit? Kam edhe në Gjermani dhe në Itali, nga kursantët e mi. Ndërsa të rinj të tjerë, kryesisht nga rrethet e vendit, kanë qenë më të qartë me kërkesat e tregut të punës dhe kanë përzgjedhur profile që në fakt tregu vendasi kërkon. Pa plane ti? Atëherë, unë kam dyqanin, ka dyqanin familja ime, ati edhe ati me familjen. Pse ke zgjedhur këtë kurs? Sepse më pëlqen dhe dua të shtroj edhe më tej, më tutje. Punon aktualisht? Jo. Po punësimin ku e shef pastaj? Se di një herë për momentin në Shqipëri. Ke punën e sigurt në fushë shkruaj ku jeton? Kam disa punë sepse edhe zanati vetë të ofron mundësi punësimi shumë. Gjithsesi, nga informacionet që morëm në qendrën e formimit profesional numër 4, diplomat që marrin këta të rinj njihen vetëm brenda vendit.